kanë edhe zhvillim poetik, edhe nuk beson, nuk kanë asnjë diçka që është e qëndrueshme që ne kemi me mbajt mend në qeverisjen e Kurtit, ja që e pasabon një projekt madhor. Dok, jam dëshmitar që 19 vjetë më bëhem si pjesë e mediave. E të flasim vetëm diçka, edhe për energji. Kem nalët i pjesë energji, zëm karon studio me po njerëz në polemika shumë trona njëri me tjetrin. Edhe veç kur i ke po në Sabah, në koalicion. Sidomos jam dëshmitar, bini si dia kam pas me ju emisionin në fundit, atë ditë me çështën e Vlanit, kur ndodhi Isa ju shkëpja aty Dujla Lena. Karot, jam dëshmitar që 19 vjet i deklaratave shumë tash pranë studion tem televizive. Edhe pse të me majnë një farë kornize deri dikun. A muna mi po në koalicion mazedeve me vetëvendosjen? Qërë se mjaft po për flitet o për fol. Pe para 3 vjetën e qëtu, të këmë thonë, ken kule, këta shukry mua bete, reformatizimi qeverisë. Ajo që thamë, ne si aliancë. Ma letë ko prognoz në bastore se sa të prognoz politikë, kështë që mësë nasë ditni, mësë na kam një për fjallin e gazetarëve. Në politikë s'ka kur jo. Egziston ajo që... Sepse këta e kanë vërtetu edhe zjedhet lokale. Ka pas koalicione jo parimo. Pesoj, me Zotin Kurti, a mujna me po a kënë të votu për Zotin Kurti? Nuk mendoj, alianca jetësisht është e orientuar që Zoti Kurti mos tjetë më në qeveri. Këtë ta thamë këtu, edhe ne si parti jemi të orientuar nga ish partit opozitare. Qka nëse ta shkojnë, Dok? Unë nuk mendoj. Si ju prej Vlanit gjithë me një farforme, i një koaliciator dhe në fund një gallon gjystrugës. Qka nëse LDK se PDK mujna me po, nëzën koalicioneve vendosje? Unë nuk flasë për PDK dhe... A ka marrveshë mes partive opozitare, se vetëvendosja pa të tjeni në njësën, me srpskalistin, një bokret bashkë, keni marrveshët në pëshet? Na kanë mërzit edhe me srpskalisten. A keni marrveshët në pëshet, Dok? Dhe nuk kemi marrveshje kemi me qytetarët, dhe qytetarët kanë me të regua që Albin Kurti nuk do të qeverisë me Kosovën dhe nuk do të jetë në krye qeverisë. Dhe jam mos i bindur, këtë e shof në teren, e shof të disponimi qytetarëve, të disponimi elektoratit dhe unë mendoj që tani, që si do të jetë qeverisja e vendit, kush do t'i prinë, qysh do